Thot Rasulullah alayhi salam, një njeri është nis me shku në haqj, edhe ka qit kamën e tina për me hyp në devën e tina ose në kalin e tina në jetën e udhëtimit sot, edhe ka thonë lebejk Allahumma lebejk, të përgjigjem ty o Allah, të përgjigjem, është nis për haqj. Thot Muhamedi alayhi salam, jo është përgjigja tina dhe jo është thonë do është pranu ardhja jote, për shkak se pasuria jote me të cilën po shkon haqj është halal, mjeti i udhëtimit tan është halal, nuk ka kur gjë haram në ta. E të shpranu haqjit, për shkak të halalit tina komplet, të shpranu haqjit. Thot Muhamedi alayhi salam, e niset njani për haqj tjetër, edhe e qet kamën me hyp në mjetin e udhëtimit tina, edhe thot lebejk Allahumma lebejk, ka dash me bo haqjin, ka thonë Muhamedi alayhi salam, e i thuhet atina nuk pranohet haqjit. Pasuria jote me të cilën po do me shku në haqj, haram. Mjeti i udhëtimit tan, haram. Ku më të pranu haqjit? Kështu që kujdes o musliman. Ke pa njerëzit, Allah na rujt, nuk po paragjykojnë për kërkan, ama she e vrejnë e tragjet e harame, i vrejnë të anë taj, e she ka shku në umre, ka shku në haqj. Allahu azza wa jalla na pranoft kejtve, nuk po paragjykojnë për kërkan, po shpresojmë kejtve au ka pranua Allahu azza wa jalla, mirë po thojmë kujdes pe haramet. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka marrë një kohë kur njerëzve nuk ka më interesu ma apo hanë pe haramet apo pe halalet. Elusëm Allah në azza wa jalla me na rujt.